Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërinj, ja ku po ritakojemi sonte sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë në fakt një lajm ekskluziv. Për herë të parë kanë reaguar familja e Albës kundërdrejt bullizimit, kundërdrejt fjalëve të thëna dhe poshtërimeve që po i bëhen Albës brenda shtëpisë së Big Brotherit. Në një komunikim që ato në fakt kanë bërë në story në Instagram, kanë shkruajtur fjalë që në fakt janë të pa imagjinueshme për t'i përballuar një njeri. Kur një burr përdor fjalë banale dhe kërcënime të tipit, mos më bëj të dal në tjetër nivel, thon, kjo nuk është më debat, është presion edhe dhunë verbale, thon familja e Albës. Përballë tij ishte një gruaj që nuk foli asnjë fjalë. Alba zgjodhi heshtjen, dinjitetin edhe vet kontrollin. A i hyri vetëm për ta poshtëruar, për ta nxjerrë gënjeshtare dhe për ta shtrëmbuar një histori personale jashtë çdo forme respekti, thjesht sepse ajo pati guximin të bëjë një ndarje publike një muaj më parë. Kjo sjellje nuk e ul Albën, përkundrazi ekspozon qartë atë që përdor fjalë, presion dhe kërcënim kur e humb kontrollin. Në fakt është gjuha që është përdorur nga ana e Limit natën e mbrëmshme edhe gjatë ditës së djeshme, teksa Alba ishte tepër e mërzitur dhe ishte tepër e thyer shpirtërisht pasi që sipas saj ajo nuk e kishte ditur lidhjen që Limi ka patur jashtë me Bian dhe ky fenomeni e bëri familjen që të reagojnë pas gjuhës që është përdorur. Në fakt më duket pak e çuditshme dhe më duket një luftë e madhe për Albën që ta përballon këtë sfidë. Limi nuk pranon asnjë gjë që ka patur në raport me Albën edhe me ndjenjën e saj, por gjithsesi ai është duke e neglizhuar këtë ndjenjë. Dua të marr mendimin tuaj për këtë lëvizje që në fakt kanë bërë familja Albës për herë të parë për raportin e saj me Limin.